Qeveria e Albin Kurtit prodhoi zhgënjim të madh qytetar dhe kriza të vazhdueshme. Kjo këtë qeverisje rezultoi me këtë protest zgjedhore, sepse mosdoja e rreth 200.000 votuesve tregon zhgënjim të jashtëzakonshëm qytetar. Gara ishte pabarabartë dhe sigur të mos bënte blerje masive të votës, përmes qindra miliona eurove të shpërndarë me premtime për punësim, kërcënime ndaj punonjësve shtetëror, me miliona euro për bileta për diasporën dhe keqpërdorim të resurseve shtetërore, ky njeri do të pësonte fiasko dhe më të thellë politike. Përkundër kësaj gare të pabarabartë me blerje masive të votave përmes ndihmave dhe përmes keqpërdorimit të resurseve shtetërore, PDK-ja e rikonfirmoi pozicionin e saj përfaqësues me përqindje dhe me numër të deputetëve. Është lehtësisht e ditur që me këto kriza të vazhdueshme, ky pushtet i ka lodhur qytetarët dhe kjo mos pjesëmarrje është mesazh politik, që duhet të merret seriozisht nga të gjithë ne e posaçërisht nga ky pushtet abuziv. Ne do të presim rezultatin përfundimtar, e presim numrimin e plotë të votave dhe më pas do t'i bëjmë publike qëndrimet tona.